Festa e Flamurit, 113 vjetori i pavarësisë, ka nisur që mbrëmjen e 27 nëntorit në Vlorë, aty ku zemra e pavarësisë re më fort se kudo. Valltar nga treva të ndryshme shqiptare kanë ndezur atmosferën në bulevardin Ismail Qemali, duke sjellë ritme, ngjyra dhe tradita që bashkojnë breza dhe qytete. Ata vinin nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa kanë ndezur atmosferën e zjarrt në qytetin e Flamurit në zonën e Skelës, duke sjellë një emocion më vete tek spektatorët që ndoqën, pasi ngjyrat kuqezi kishin mbushur bulevardin me muzikë e valle patriotike. Aktiviteti ishte organizuar nga Qendra Kulturore e Vlorës. Këtë të premte të 28 nëntorit në sheshin përpara stadiumit flamurtari u zhvillua aktiviteti Shqipëria feston në Vlorë, ku të pranishëm ishin grupe folklorike, ndërsa muzika tradicionale u përjetua me emocione nga spektatorë të shumt. Ky aktivitet pati mbështetjen e veçantë të kryetares së Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini. Qytetarë të Vlorës, por edhe të ardhur nga Kosova, vlerësojnë aktivitetet e organizuara në Vlorë me rastin e pavarësisë së Shqipërisë, ndërsa përcjellin edhe mesazhet për këtë ditë. Nga Prishtina. Po. Si po ju duket? Mirë shumë jemi të knoqur. Jemi gjithmonë? Po. Po rregullisht vinë për 28 nëntor, domethënë. Bojmë organizime nga Kosova. Jemi të knoqur me vllazërit të Vlorës. Uroj 28 nëntor gjithë shqiptarëve, kudo që janë. Kënaqësi e madhe. Ja, Prishtina, po. Urime të gjithë shqiptarëve kudo që janë festën e Flamurit. Gjuar për shumë mote, ne kemi shumë festa në këtë ditë. Kemi festën e Flamurit, dalën s'kenë të ushtrisë të Kosovës dhe ditëlindjen e komandantëve legjendare dhe mëshorë. Prandaj kemi shumë arsye për të festuar. Atmosfera shumë festive. Kënaqësia gjë që kishte ardhur përfaqësues e Kosovës dhe bën më festive. Takuam dhe nipin e Ismail Qemalit, akoma më bukur, dhe këto ishin impresionet e të sotme. Shumë e këndshme atmosfera, nuk e mendonim kështu, nuk e mendonim. Bravo, bravo, Vlora apo kush e organizon, shumë bukur, shumë bukur. Atmosfera festive, po e shijoj performancën e grupeve ndryshme artistike që vinë nga treva të ndryshme të arealit shqiptar, sepse çdo trev është një diamant i çmuar i Gjerdanit kombëtar dhe po shijoj shfaqjet e tyra të ndjera me shpirt.